Pogradeci vijon të ruaj thesari të shumta të trashëgimisë kulturore. Krahas lirikave laskushiane, qyteti ka ditur të ruajë dhe të përçojë me fanatizëm edhe 10 këngë qytetare pogradecare, të cilat në kohë të ndryshme kanë qenë pjesë e pandare gëzimeve dhe organizimeve festive. Për të vendosur në pa vlerat e këtij repertori në Pogradec, u zhvillua një koncert me këngët më të njohura. Qëllimi në një farë mënyrë është që serenata pogradecare të njihet si e tillë, pra si serenatë pogradecare, dhe të instalojmë një traditë të përvjetshme të këtij aktiviteti. Është një kënaqësi për mua që e ndjej veten shumë të lumtur për këtë. Edhe kjo më mban që edhe mosha madhore ime të vazhdoj të anën artistike të punës së serenatës pogradecare. Për organizatorët, ky event ka qëllim jo vetëm argëtimin, por edhe ruajtjen dhe promovimin e këngës qytetare, e cila për hir të së vërtetës ka mungesa të theksuara për regjistrimin dhe arkivimin e saj. Vazhdimësia sigurisht, kjo është shumë e rëndësishme, sepse grupi tonë natyrisht po të themi moshën e mesatare të tërë pjesëtarëve të grupit është e madhe. Dhe kështu që duhem patjetër elemente të rinj që të vazhdojë, domethënë vazhdimësia të jetë prezente. Mbrëmja Serenata mbi liçen mblodhi me qindra qytetarë të turistë në Ohedon, të cilët shijuan muzikën dhe serenatat.